Jo, falemderit shumë Fatjona, falemderit po ashtu edhe zotrit Sopjane, ndërsa ne në studio do të vazhdojmë bashkë me zotrin Hoti, flasim edhe pak për turizmi dhe potencialin turistik të Kosovës. Jo, më herët i përmendet pra dhe politikat zhvillimore në vend, se që shkon kjo punë dhe çka lidhet me turizmi në fakt, çfarë rëndësie ka tash edhe për ju edhe Ministria e Kulturës dhe Turizmit do t'jetë një ndihmë në zhvillimin e turizmit në Kosovë, kjo apo jo, dhe çfarë marrëdhënie mendoni se do t'i keni? Normalisht kemi potencuar edhe këtu dhe në përmes medjave, por Unioni i Turizmit Kosovës ka qenë iniciatori dhe ka insistu tek gjithë akterët institucional që Kosova më në fund duhet të ketë një Ministri Turizmit. Dhe kjo është shumë mirë që është bërë një Ministri e Turizmit në bashkëpunim pra Ministri e Kulturës dhe Turizmit, por është shumë e rëndësishme për shkak se turizmi me një departament turizmit e gjithë Kosova nuk mund të hecke përpara. Kështu që shumë mirë që është bërë një Ministri e Turizmit dhe po shpresojmë shumë që të kemi një partneritet ngushtë me këtë ministri, me qëllim që të koordinohemi dhe të kemi politika zhvillimore së më të mira, strategji së më të mira, dhe njëkohësisht të krijojmë kushte dhe të marrim modelet më të mira të vendeve të shteteve ballkanike ose evropiane me qëllim që të implementojmë Kosovë kur ne dim që disa plane kanë dhënë rezultate pozitive jashtëzakonisht sa i përket rrethjes së vizitorëve në disa shtete. Andaj duhet shikuar këto modele dhe se çka mund të implementojmë në Kosovë me qëllim që të ndihmojmë bizneseve në këtë rast, të krijojmë politika lehtësuese për investime në industrinë e turizmit dhe njëkohësisht të krijojmë lehtësira sa përket tërheqjes së vizitorëve. Pra të mbështesim këta turoperatorë me qëllim që të sjellin sa më shumë turistë, njëkohësisht të mbështesim edhe turoperatorët ndërkombëtar të cilët dëshirojnë të sjellin turistë në Kosovë. Po ashtu e kemi potencuar disa herë që kemi problematika sa i përket disa çështjeve që ndërlidhen me turizëm dhe po shpresoj shumë që shumë shpejt këto me një angazhim maksimal do të rregullohen dhe nuk do t'i kemi barë më këto, siç është për shembull është shqetësuese, mund të themi që Kosova nuk e ka ende asnjë ciceron të licencuar nga shteti ende dhe ne nuk mund t'i ndalim ciceronët e shteteve tjera të cilët prezentojnë Kosovën ashtu si dojnë, e prezentojnë kulturën tonë ashtu si dëshirojnë ata, dhe kjo është një imazh i keq për Kosovën dhe këta ciceron ndërkombëtar mund të elaborojnë Kosovën ashtu si dojnë vetë. Pra ta shtrambojnë historinë, kulturën, traditën tonë. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë. Pastaj kemi problematika tek brendi i turizmit, slogani i turizmit dhe do të shikoj mundësinë edhe tek zbritja e TVSH-s për sektorin e akomodimit me qëllim që paketa turistike e Kosovës të jetë sa më e zgjidhshme, njëkohësisht të ndihmojmë komunitetit sa i përket krijimit të kushteve për të bërë biznes dhe për të zhvilluar këtë industri, për shkak se kemi potencuar disa herë që industria e turizmit është një ndër industritë kryesore e cila ndikon edhe në zhvillimin ekonomik, por njëkohësisht edhe ndikon në pjesën e punësimit. E pastaj në kuadër të Ministrisë të Turizmit normalisht që do të me siguri do të parashihet edhe departamenti i cili do merret ekskluzivisht me pjesën e promovimit, ku po urojmë dhe po shpresojmë që të kemi ekspert fushës në kuadër të gjitha këtyre departamenteve në kuadër të kësaj ministrie, pra ministria të krijohet me ekspert të fushës, ku mendoj që një rol të veçantë deri më tani kanë dhënë edhe mediat dhe gjithmonë edhe këtu shfrytëzoj rastin t'i falenderoj për gjithë angazhimin, kontributin që ka bërë për promovimin e turizmit të Kosovës, për potencialet e turizmit të Kosovës, e pse jo mos të jenë edhe ekspertë të medjave në kuadër të kësaj ministrie për pjesën e promovimit, për shkak se ata shumë e mirë e dinë se sa ne se çka duhet bëjmë, se si është pjesa e promovimit, e klipeve promovuese, dokumentarëve televizive, shumë këto, pra do t'i ndihmojnë kësaj ministrie zakonisht shumë, kështu që ne kemi kërkuar që ministria në tërësi të jetë prej ekspertëve të fushës të cilët për çdo ditë mirën me këtë fushë dhe japin kontribut këtë fushë me qëllim që të ecim sa më shpejt drejt suksesit të radhës. Pra, me një fjalë është shumë mirë që është bërë një ministri, ne si Unioni i Turizmit të Kosovës jemi shumë të lumtur për shkak se ne kemi kërkuar këtë dhe tashmë na mbetet që të punojmë bashkërisht me qëllim që ta zhvillojmë edhe më tepër këtë industri dhe të rrisim numrin e turistëve të Kosovës, të krijojmë politika të mira,
politika stimuluese me qëllim që e gjithë kjo industri qoftë në raport me komunitetin, por qoftë në raport me diplomacinë, me për shkak se turizmi është një faktor shumë i rëndësishëm edhe në aspektin diplomatik, do të reflektoj pozitivisht dhe të kemi rritje të numrit të turistëve Kosovë. Pra do të shikojmë më tutje, po shpresoj shumë që këto ditë do të kemi edhe një takim me ministren e turizmit zonjën Bugujevci, me qëllim që të kemi një koordinim sa më të mirë me synimin e vetëm që të hecim bashkërisht përpara dhe ta zhvillojmë sa më tepër turizmin e Kosovës. Zotri Hoti, a ka ndiku banesat të cilat lëshohen me qira në platforma të ndryshme si Airbnb apo Booking, a ka ndiku me u rrit numri i vizitorëve në vend? Apo ka ndonjë një kohje tjetër këtë turizmi? Normalisht që nëse sidomos kryeqyteti, nëse po shohim gati çdo blok të banesave, kemi një numër të jashtëzakonshëm të Airbnb-ve të cilat tashmë janë funksionale. Unë mendoj që Komuna e Prishtinës në rand parë, por edhe institucione tjera, në këtë rast edhe Ministria e Turizmit së bashku edhe me Ministrinë e Financave duhet punoj shumë më tepër me qëllim që t'i evidentoj këto Airbnb dhe njëkohësisht të vendos që këto Airbnb të jenë legale, që të paguajnë tatimet, të kenë arkën fiskale dhe njëkohësisht të kontribojnë edhe në arkën e shtetit. Për shkak se kemi shumë kësilloj Airbnb-sht të cilat nuk janë të regjistruar fare. Pra duhet të regjistrojmë të gjitha këto Airbnb dhe pastaj të shikojmë edhe opsione tjera. Normalisht që këto i kanë çmimet shumë të lira në raport me pjesën e hoteleve dhe kjo po reflekton negativisht tek hotelet në rand parë për shkak se një punë shumë të madhe ose një numër shumë të madh të vizitorëve e marrin këto Airbnb. Por si do që tjetë, në rand parë këto duhet t'i evidentojmë dhe duhet t'i regjistrojmë që gjitha dhe pastaj të vazhdojmë që të sigurohemi që edhe këto Airbnb do të paguajnë tatimet, kontributet, qoftë për punëtorët që i kanë, qoftë edhe për tatimet ndaj institucioneve. Dhe kjo është elementi i parë. Pastaj elementi i dytë, ne do të shikojmë edhe për zbritjen e TVSH-s për këtë pjesës akomodimit, për shkak se e kemi potencuar disa që Kosova ka çmime të jashtëzakonisht shtrenjta sa për këtë pjesë. Në bazë të ulëmtimit të Unionit Turizmit Kosovës në 27 shtete që kemi bërë, TVSH-ja në 99.9% e shteteve, TVSH-ja standarde me TVSH-n e akomodimit ndryshon. Ndërsa tek ne është njësoj, është 18% për akomodimin. Dhe ne kemi kërkuar që nga TVSH-ja standarde që është 18% të zbritet për pjesën e akomodimit në 8%. Me qëllim që paketa turistike e Kosovës të jetë sa më lirë, për shkak se paketa turistike e Kosovës del shumë më shtrejt me këto çmime të akomodimit, kur dihet që nëse ne arrijmë që ta zbresim TVSH-n për akomodimin, atëherë automatikisht edhe hotelet do të kemë një zbritje të çmimit të paktën prej 10%. Dhe normalisht që do jem konkurrent në treg edhe me shtetet ballkanike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për shkak se 40% të krejt buxhetit të pakos turistike 2 ditore, 3 ditore e merr pjesë e hotelit. Dhe nëse ne arrijmë që ta zbresim pjesën e akomodimit, atëherë automatikisht pakoja turistike e Kosovës del më e zbritshme dhe me këtë rast jemi konkurrent në treg me shtetet ballkanike dhe evropiane dhe njëkohësisht tërheqin më shumë vizitorë. Dhe këto janë dy benefite pastaj që rritja e numrit të vizitorëve normalisht që apet nëse llogaritim del me pjesën e kontributeve gati e njëjtë ose më e madhe. Për te i kësoj, a ka diçka tjetër që e stopon ose nuk e lën me u zhvillu turizmin në Kosovë, çka mundet me qenë? A ka mjaftueshëm atraksione, a ka mjaftueshëm vende akomodimi, a kemi infrastrukturë të duhur, për shkak se për shembull nëse ne shkojmë në Rrugov, e dim që rruga në vende nuk është asfaltuar, madje kemi vende rrëshqitje të dhejut, të gurve, e që mundet me paraqit rrezik si për ne, po sidoqoftë ne më pak ndoshta e shprehem tek të tjerët, po çka në qoftë se dikush tjetër vjen edhe tashmë edhe rrjetet sociale janë pranishme dhe gjithsesi që i postojmë edhe reagojmë ndaj këtij. Normalisht, unë thash që shumë mirë është që kemi tashmë Ministrinë e Turizmit e cila do të mirret me shumë problematika të cilat janë në Kosovë sa për këtë pjesës turizmit. Ne kemi pas shumë problematike për shkak se s'kemi pas një adresë ku të drejtohemi. Një departament i turizmit i cili ka qenë në kuadër të Ministrisë Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë, u ka një pamjaftueshëm ku
ne kemi mujtë të adresojmë të gjitha këto problematika dhe këto sfidat të cilat kanë qenë një rëndësi të veçantë. Për shkak se për ta krijuar një zonë turistike, për të krijuar një imazh të mirë turistik, për të tërhequr vizitorë, duhet jashtëzakonisht shumë punë dhe njëkohësisht duhet shumë angazhim e njëkohësisht edhe infrastrukturë të mirëfillt për krijimin e kushteve me qëllim të plotësimit të nevojave dhe kërkesave të vizitorëve. Pra, ne nuk mundemi më që mos të kemi një infrastrukturë të mirë, ndërsa ta promovojmë një zonë. Kur shkojmë vizitorët, atër kanë problematikë, si që përmendet te, ne kemi potencuar disa herë pjesën e Rrugovës, dhe pastaj vizitorët ndahen jo të kënaqur dhe lema që nuk vinë ata, por rekomandojnë edhe të tjerët që mos të shkojnë. Pra, kemi pas plot këso problematikash. Dhe kur tashmë kemi një ministri, pra Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit, automatikisht Ministria duhet të koordinohet edhe me Ministrinë e Infrastrukturës, edhe me Ministrinë e Financave, edhe me Ministrinë tjera, me qëllim që të krijoj grupe punuese dhe të intervenoj në vendet ku janë atraktive dhe ku ka nevojë intervenimi, qohë për pjesën e infrastrukturës, qohë për veprime të tjera të cilat duhet me dojmos që të rregullohen. Unë thash, ne kemi mjaft potenciale, ne duhet të krijojmë politika në rend parë, ne duhet të krijojmë infrastrukturë të mirë, ne duhet të krijojmë politikë të bërit biznes të mirë, pra krijimit kushteve për investime dhe njëkohësisht të krijojmë kushte që të tërheqim sa më shumë vizitorë. Pse jo mos të thirrim krejt ndoshta dhe aviokompanit me çmime të lira, të kemi një diskutim dhe të lehtësojmë kushtet për këto aviokompani që të aterojnë aeroportin Ademir Shari në Prishtinë. Ne 30% e qytetarëve po shkojmë në aeroportin e Shkupit ose Tiranës. Pse mos ta bëjmë na një mundësi që lema që ne mos shkojmë dikun tjetër, por edhe ata ka shtete tjera të vinë në aeroportin. Dhe kjo është ajo politika që duhet bëj. Për shembull, shteti i Maqedonisë subvencionon çdo vizitor që shkon nga nata e dytë e më tutje, i jep ka 14 euro tur operatorit që ja bjen, pra agjencionit që ja bjen. Pse mos ta shikojmë na këtë model? Pse mos ta bëjmë edhe ne këtë model këtu? Pra ka përplot elementet të cilat definitivisht dhe ne duhet të ulemi sa më shpejt që është mundur dhe të krijojmë këto mundësi dhe të jusim për shkak se biznesi don vizitor. Biznesi i industrisë turizmit don që ta ketë hotelin plot me vizitor, agjencia që të punoj, transporti që të punoj, guida turistike të punojnë, si punojnë këto, kur zhvillohet turizmi. Dhe pjesa tjetër, turizmi është hallka kryesore të gjitha industrive tjera. Nëse ka turizëm, atëherë zhvillohet edhe gastronomia, nëse ka turizëm, zhvillohet edhe blegtoria. Pra, të gjitha këto produkte, qoftë mishit, qoftë të pijeve, qoftë të gjitha produkteve, këto i shërbejmë njerëzve, vizitorëve. Kur s'ka vizitorë, atëherë normalisht që ngecin. Dhe për ata po them që është një ndër hallkat kryesore të industrisë turizmit. Dhe ne nëse menaxhojmë mirë, nëse ne e shohim si prioritet dhe investojmë si duhet, kemi ekspert fushës të cilët punojnë këtë drejtim, atëherë mendoj që Kosova do të arrijë jashtëzakonisht shumë dhe do të përfitoj jashtëzakonisht shumë në rand parë bizneset, por pastaj edhe vetë shteti. Po, megjithatë, pavarësisht këtyre problematikave të cilat mund t'i keni pasur ndër vite apo paraqiten, nëse mundeni edhe shkurtimisht me na tregu edhe rolin e panajireve, sidomos tash thirrjen për panajirin e vitit, panajirin ndërkombëtar të Kosovës, Kosova 2026, që do të jetë në prill apo jo me 17-18 kështu ishin data. Po, edicioni sa është e rëndësishme me marrë pjesë bizneset në këto panajira. Edicioni 5 i panajirit ndërkombëtar të turizmit Kosova 2026 do jetë me datën 17-18 prill, i cili do të bëhet në ambientet e Prishtina Mall, me një hapësirë mbi 3.000 metra hapësirë brenda katror, pra 3.000 metra katror hapësirë brenda dhe 3.000 metra katror jashtë, ku është një hapësirë jashtëzakonisht shumë e madhe. Në kuadër të kësaj Unioni i Turizmit të Kosovës, pra ky aktivitet, ky panajir është në pronë të Unioni i Turizmit të Kosovës, i cili menaxhon dhe njëkohësisht është në mbështetje edhe në patronat edhe të komunës Prishtinës dhe Ministrisë Tregtisë, Industrisë, Ndërmarrësisë, ku po shpresojmë që tash të kalon në
Ministrinë e Turizmit. Është shumë e rëndësishme këtë vetë kur ne kemi arritur që të kemi mbi 400 ekspozues biznese të turizmit, të cilat ekspozojnë produktet e tyre, dhe këto biznese janë nga 20 shtete. Dhe është njëri ndër aktivitetet më të mëdha të turizmit në Kosovë që do të ndodhë pra me datën 17-18 prill, ku panajirit janë një piktakim në mes të bizneseve dhe mundësi e artë për gjitha bizneset e Kosovës me qëllim që t'i takojnë këto biznese nga 20 shtete të botës të cilët do vinë këtë vetë në këtë panajir. Do të ketë motoja jonë, si gjithmonë ka qenë promovimi i turizmit Kosovës, krijimi një imazhe edhe në raport me gjitha ata tur operatorë që vinë, një potenciali turistik të Kosovës dhe një imazh të mirë të vendit tonë. Njëkohësisht do mundohemi që do të ketë takime B2B me përplot biznese të Kosovës dhe biznese ndërkombëtare, një promovim i jashtëzakonshëm i potencialeve turizmit të Kosovës, mundësi promovimi për të gjitha subjektet, qofshin agjencione turistike, qofshin hotelet, qofshin agroturizmi, qofshin turizmi rural, e njëkohësisht ne ju kemi bë apel edhe komunave të Kosovës që të vinë të kenë hapësirat e veta me qëllim që t'ju krijojnë kushte bizneseve të atyre komunave që t'i promovojnë potencialet e tyre turistike, kulturën e tyre, traditën e tyre, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe për gjitha komunat që unë bëj apel që të gjitha komunat e Kosovës të jenë aty dhe të promovojnë potencialet e tyre turistike. Normalisht që dikun rreth 80% deri më tani është përmbyllë gjithë hapësira e këtij panajiri dhe besoj shumë që me angazhimin e gjithëve do të kemi njërin ndër eventet më të mëdha të sektorit të turizmit në Kosovë që do ndodh. Normalisht që ne kemi para pa edhe shumë aktivitete brenda këtyre 2 ditëve të panajirit, dhe përfitues do jenë edhe bizneset, por njëkohësisht edhe qytetarë të cilë do vinë ta vizitojnë këtë panajir, për shkak se do të ketë qoftë oferta, qoftë për Kosovën, qoftë për vendet e ndryshme, oferta me zbritje deri në 40%, dhe njëkohësisht do të ketë edhe loja shpërblyese ku secili biznes do të ketë loja të tyre shpërblyese ku do të ketë mundësi që të përfitojnë që të gjithë vizitorët. Dhe është e jashtëzakonshme rritja e këtij panajirit është, ju e dini, ne kemi filluar para 4 viteve, tashmë 5 me 30 biznese dhe kemi arritur në 400 biznese. Kemi filluar me 3 shtete dhe kemi arritur në 20 shtete dhe kjo është një arritje e jashtëzakonshme ku po shpresojmë shumë që edhe media do të dhënë kontributin e tyre si gjithmonë që ta promovojnë sa më shumë, për shkak se po mundohemi të japim një imazh të mirë pozitiv Kosovës. E vërtet. Dhe uroj që t'ju shkoj mirë, mbarë edhe ky edicion i 5 dhe gjitha bizneset, po ashtu edhe qytetarët të përfitojnë prej kësaj. Zotë faleminderit, po ashtu edhe juve që ndoat ku me qenë pjesë e emisionit sot dhe për gjitha informata cilat i keni ndoa me shikuesit tonë. Kënaqësi, faleminderit nga ana juaj. Gjithashtu faleminderit.